Mirë mbrëma, përshëndetje kudo që jeni, lutim Zotin të jeni shëndoshë mirë bashkë me familjet e juja. Sot po fillojmë historien e parë në këtë emision nga qyteti Mitrovicës. Qyteti Mitrovicës ku jetimat e Ballkanit kanë ndihmuar shumë familje atje. Mitrovicë herën e fundit është inauguruar qendra kryesore mjekësisë familjare, një projekt që rrallja gjen vendin në rajon. Në Mitrovicë është bo edhe lagja Frashër, ku jenë mbi 45 familje të sistemuara me shtëpi të reja. Në Mitrovicë janë bo edhe shumë familje tjera me shtëpi e me banesa. E njëra ndër këto familjet është edhe historia që ne do e ndjekim tani, po e ndjekim edhe kthejmë studio. Përshëndetje po partitin nga fshati Vinarc, komuna Mitrovicës. Sot kemi marrë me dorëzu çelësat e shtëpisë të zonës Fatime. Ornazoj. Faleminderit. Egzofshi. Faleminderit. Bismillah. Si, a e mira e rahat të shpëkalen? Faleminderit, ja, mojt. Mirë. Unë i kam 6.000, dhe më thonë edhe vjerën, që i kam ka dekë që një vjetë, pa i bo 19 vjetë, 4 ditë pa i bo 8 muj, ka dekë edhe burri. Mas vajzës. Po, mas vajzës. Okej, jem fshatin Vinarc, komuna e Mitrovicës. Emri juj? Fatime Ymiri. Fatime. Para sa vitet ka vdekur vajza te? Që një vjetë e 3 muj. Që një vjetë e 3 muj. Që 7 muj ka dekë burri, dhe më thonë 4 ditë pa i bo që i ka 8 muj, unë dekë edhe ajë. Burri ka qenë smur? Po, i zemre. Farë moshë ka pas? 48 vjetë. 48 vjeç. Wallohen, qysh me jetu. Dhe me thonë, tash të djali, tash pesi ka dekë edhe burri, ma shumë. Shkon të konoti, dhe me thonë, për me bujtë, se që rrinë edhe në shpet. Tash unë si djali kam mas 5 qikave. Për mua është e ronë, dhe me thonë, odin. Se mes 5 qikave si djali, dhe me thonë, shko shlekur për është në qitë të nalë. Unë jam smut edhe për Jonosa, bankaj për Jonosa. Edhe vjera është ashtot, edhe aja është pa qef, me diabete për zemrës. Qysh mirë du, tasht qika dhe që për mërzitin, që se të herë ma shumë, tasht edhe kushtet qaq nuk janë. Të mverën, na mollë kejna më nejtë në Balkanat e se tutëm që në nëzën edhe pluqaj. Balkonit, banja është merë katastrofë, na jetojna me një social, me ndima, ka pa konoti. Po që me thonë edhe këtë qaq punë. Ju, për live është rëmbal, është zartë ashtë edhe për udhëtimi për qika me shku në shkollë. Që më posë të pas ka që haqë shtetë. Ta është edhe këtë beroshim kërë i darë këtë shi ju pike dhe pejt ka popër ta vonit dhe me thonë atin, si të ndu shpia kom në kaltë, që kanë mujtë atin. Me avytë atin me rinovu pak a shumë, për bëdi hova apet. Që dhe me temë si vjetë e këmë lytë me thonë, apet ka morë mekë. Ta shumë edhe qikën e Google e kam edhe me alergji. Zërë është balë, rënë është balë. Ta është edhe banje edhe që është e vjetër, dhe më thonë ngote ka rëzohet. Që i rave si ka fry, ka jek një farë pjesë ato të balkoni. Vjerën të. Allahen që shtë shëqotat. Ka jerë për konoti. Që shtë qamen po. Me në social ta është zërë edhe për qika din. Që shëjnë shkolli që shtë. Time është ka gjaran, ka gjazar. A për shkojnë të mjanë shkojnë? Po, shkojnë. Në komuna këni bo kërkes? Po. Qërë kënë tonë? Korqë. Korqë heqë. Fatime në kanë armi e unë një shpinë. Këtë shumë. Allah i shpërpjepet mira. I rujtë qdo hapë. Amen.
Shumë faleminderit. Mushlime për burrë, për vajzë. Faleminderit shumë. Rast preks edhe kjo familje po bëhet me shtëpi të re. Beran. Donator është Avni dhe Izmit Maksuti, që vllazën e vetë me 25.500 euro. Avni edhe Izmit Maksuti, Avni edhe Izmit Maksuti prej Zvicrë, me banim Zvicër, kanë dhënë mjetet për ndërtimin e një shtëpie. Unë kam lënë dritjen e djemve të Mitrovicës me vete mrapa kamera, edhe tha na kena dëshirë me mobilu këtë shtëpi, kështu që djemë të Mitrovicës e mobilojnë, ne e ndërtojmë, juve për hajo kur. Faleminderit shumë, Allah ju shpërblet, kush një cent e ka dhënë, edhe ty ashtu. Amen. Për haj. Faleminderit shumë. Hajde, pace shumë faleminderit. Kjo është Allah gëzimi ju e ruti, kësaj ju zurt. dite. Po vazhdojmë të familja radhës, pa mirë Zoti kur mos vi. Tashmë veç jena në ambientet e brendshme të shtëpisë zonës Fatime. Zoj, çka mund të thani dy fjalë? Unë ju falenderoj për zamërsisht Halil Kasratin, si dhe donatorët. Allah ju shpërblet me mirësitë e tij të bollshme. Faleminderit shumë. Ma letë për gjithçka, për të tanat. Donatorët për ndryshe me 25.500 janë dy vllazën, Avni dhe Izmit Maksuti, që kanë kontribu për këtë shtëpi. A mundi më thonë dy fjalë? Po i falenderoj për zamërsisht. Inshallah Allah ja vjap në këtë dynjë dhe mbutet në përgjithshme. Me tana mirësitë e tij. I falenderoj shumë. Pjesën tjetër të listës donatorëve e gjeni të publikuar postimin për këtë familje. Na vetë gjatë tjetër veç miro, zoj, urime. Faleminderit, Allah ju shpërblet me të mira. Amin, Allah, faleminderit shumë. Pilona me pamjet e shtëpisë. Nga themelimi i shoqatës, ose më mirë me thonë, nga koha kur jetimat e Ballkanit kanë nisë me iniciativa për ndërtimin e shtëpive të shumë familjeve nevojtare këtu në Kosovë, na jenë bashkëngjit në këtë karavan humanitar shumë shqiptarë në gjitha anët, edhe mërgata jonë, si që është rasti këtyre dy vëllezërve të cilët kanë nda nga pasuria e tyre 25.500 euro për ndërtimin e kësaj shtëpie. E si këta dy vëllezër ka shumë edhe në Kosovë, edhe në Mërgat, edhe kudo që ka shqiptar, inshallah Zoti kur si humb, Zoti ja ushtohet bereqetin. Pra janë radhit, janë vargu në këtë karavan shumë shqiptarë. Na bashkarisht kemi ardhë në këtë ditë. Ju me kontributin e juj, ne me kohën edhe punën tonë. Ju kemi shpalos para ju shumë histori të ndryshme, histori prekse, histori me plot emocione. Mas dy vdekjeve, bëhen me shtëpi të re, vdekjen e vajzës edhe vdekjen e burrit. Kjo është jeta e kësaj bote. Një ditë edhe nes kemi me qenë jeta kanë me vazhdu me jetu njerëzit deri në ditën e fundit në këtë botë. Lumi ai që mundohet me këthy busqeshje të dikush, lumi ai që e len një vepër të mirë, lumi ai që e len një fjalë të mirë. Zotin a boft që pas vdekjes tonë na përmenin njerëzit për të mirë. Zotin a boft që mas vdekjes tonë të kemi bagazh që do ta marrim me vetet e Zotit, veprimtari të tilla që kemi kthy busqeshje të shumë familje, që kemi gëzu shumë jetima, që jemi kujdes edhe kemi ndihmu çdo nevojtar. Storia e radhës vjen nga komuna e Këlinës, po ndjekim. Faleminderit, ju rindera. Në jetën e një të varfri, gjithmonë shihet lodhja shpirtërore, të cilën njeriu e mban spaku gjallë për të jetuar.
të rritesh jetim, pa dyshim të bën vetë jeta më të varfër, sepse nuk e ke dashurinë që të mban gjallë atë të nënës dhe babait. Kjo është familja e Gjafer Delis, nga fshati Grabanic, nga komuna e Klinës. Brenda saj jeton ky veteran i luftës, që dikur kishte luftuar për të dhënë jetën për vendin, ndërsa sot ai lufton për të luftuar varfërinë nga vetë vendi i tij, Kosova. Jam I vetëm kështu personalisht, as kam vlla, as motra, as kam baba, më kalon 6 muajve. Kështu që Zotit gruaja, fëmija, djalin e madh kam martu, I ka gruan me 2 fëmijë. Është rast social që nuk është mirë me gjendje shëndetësore, ekzistojnë dokumentat dhe. Çka ka? Ankon është pak I ftohur në kështu dhe gruan e kam bën me operacion 3 stende goçinë dhe gurnës para një viti në spital vet. Keni qenë para 3-4 vjetë me vizitu, e kom pas një ndërhyrje në kry, një operacion, qatë ditë, që më kanë lërmëru komunja, faleminderit për tyne, po qatë ditë e kom pas terminin. Shtëpia është e marume me blokat bardhë, shumë para lufte. Asë nuk ka stup, asë nuk. Kajtoj që ti kanalit kalon për në shtëpi edhe delën dhe. Bili shkaku kryesor që jem, thuja këtë familjes mund është lagështia madhe. Për çdo vjet po tregoj realisht, se s'po më të krejt, shka ka sen dhe për çdo vjet që lym ka bak me qereshe, me gëlqere, du të me hekë kapta me gjujtë. Nuk jo ka kom mundësi me maru, jam veterani që sa ushtërije, me keqarë dhe me thëmë, e kanë ditë gjenin teme, e kanë ditë që shtëpia jeme që 25 vjetë, me vendim komunës është në klasë 5 më prish. Ekzistojnë dokumentet në komunës, që jam I ngarku mas me të atim, edhe më kanë lënë kënë gjendje. Kom punu para po 2 vjetë më ka doshë me ndërprej punën, shkaku që ty vozit më rrët kë shtypja. Shkaku I ndyve që shqetë dhe mbas I kom pas që ndërhyjet, kom pas që që kanë përcaktu një farë indi të marë si thirët. Ata më kanë thonë që e kanë sanu, po nuk isha mjem. Shkaku tjetër është që gruja I pat sulem, do me qitë 3 stenda, edhe mas një viti do me qitë me bo operacion gurnës, s'pëzesh as më lërgu për shpije. Thonë, hoq, po të regoj realisht, se me po një shpi si më nisë dhe më barohet, bili hajtë, unë po më mësojnë që ta hmija që të gjenerohet atërja. Së është mirë, të shumë, e kështë dhe që është, nuk kom me të bashkë mirë, që këtë kohën rënra, qohet me bo dishka ma shkot, nuk e di. Qështu do me jetë dhe kajtë Kosovë, më do këtë pleqe plakë veç. Ka herë po të regoj dhe edhe në kohë dhe naunën, se ka kur kanë vjente në shumicën e Kosrën, dhe pse ka një dhe unë në shatë vetën, s'ka djavla zbura, së kanë veç që qikë. Nuk e kom mërzim sa naunën teme, po në shengosh me halë, me dhoma, por do të më shku I ka mi 70 vjetë. Kujdes në për ta, sa për naunën teme. 6 muaj, më kalon baba, jam rritë të dajtë. Dhe me thonë, nauna jemës nuk është martë më. Vetëm unë jem konë I vetë me thmi, ko martë në pjesë babës të jeme, ma kanë maru që do 2 dhoma nëj që është, pe bloka barë, pas tuba, pa temel, vish një farë plohë që është qinë. Pa, qështu hajtë, mu martum, në lendën dhe thmi, të mundu me shkollu, krisi lufta, na djegën këtë shpinë komplet, mas luftë e në vunë pak, erdhën do shëqata këtu në shatë, po të regoj realisht, nuk do me akuzu as ato shëqata, po ish lufta, ishin këtë djegun e të pjekun, nuk mu isha marrë në radhë me marrë. Ja sa djenesta, amo, ma shkojt, qështu. S'po di. Fshati, po s'ka të qesh senin që të dhoma po të regoj realisht fali kam. Që atë kuzhinë ka ek vjetë, një kushëri jemi, që të më ka dhonë, të geja, anej dhe harmone, që qao dhe që të në barë që kemi ka rika para një javë, më ka falë një kushim. Një mojnë, jam milë e diçka, ma vjenë momenti për një shpije për diçka, jo. Në ndim tjetër a mërë për ishte ndim social? Unë e marë veç djallë e mërë social, unë jam veteran e marë statusin e veteranit e kam qëta. Qëto në shkojnë barna, për të regojnë realisht, 2 herë në mujtë që marrin barna, nuk I mbulojnë.
Bili ka herë jesë mongi më bërë logën në rrëbë, s'kom qef me jetë bëjë shtetit. A ke bo kërkes në ikon për shpi? Kom bo kërkesa, vëlloj, kom bo kërkesa në komuna, në për shëqauda, në për të bëjë josë. Kur gjo, a di që nështë po më vjen kesi për thëmë veç i vetëmi njëre që je që për mu, je shumë njëri i nelë, shumë i mirë që edhe mësë më marrë shpijen teme, në zemër teme nuk të shënë. Je i njëjti person që nuk moj men që ka egzistu, veç e vleoj atë ku janë. Unë të respektoj atë në raj, edhe se nuk merë shpija janë. E kjo familje mori një lajm të gëzuar. Ata po bëhen me shtëpi të re dhe atë fal donatorëve dhe shoqatës Jetimat e Ballkanit. A përcjell punën? Po, e përcjell misionin prantën, përcjell rastet ku i merrën pleshtë to, përcjell atje po. Çfarë po? Për mua je njëri më i mirë, më i çmuar në Kosovë. Na kanë armë tani shpi. Faleminderit, ju shumë faleminderit. Inshallah, ju po infoti një më në Zoti, se vëlloj gëzimbat mas kam pas një mërta. Përhaj. Pas. Gëzofsh. Faleminderit, shumë faleminderit. Motër përhaj. Po bohim me shtëpi të re. Faleminderit shumë hoq. Shtëpia e re është jetë e re. E di, po që më bëjnë. Po të regoj që qeku i nesë në ramë, thësha ata kisha një bilin një koqë, bilin një shpit vogël. Se jo ma do kushte, ma do mundësi. Me pas shtëpi edhe të mirë, ne i bojmë shtëpia të mirë. Faleminderit. Falë shqiptarëve, ku do që janë edhe falë memorandumit bashkëpunimit që kemi me komunën e Klinës për ndërtimin e 10 shtëpive si vjetë në këtë komunë. Ju dha lajmi familje se po bonë me shtëpi të re, na po vazhdojmë të familja radhës. Përhaju kufti. Faleminderit. Zoti kur mos ju ndju. Faleminderit, shumë faleminderit, shumë faleminderit. Qysh po kalon ta shtëpi të reva? Mirë, faleminderit për shoqatës, për hoxhë, për Alilit, për gjithë donatorëve që janë të jashtit, i faleminderojmë. Nuk kam asnjë vërejtje, jam shumë i kënaqur, unë edhe familja jeme. Inshallah erun Zoti e shpërblen në të ardhmen, ndihmojnë sa më shumë. Inshallah kem gjatë këtë shoqatë dhe hoxhën sen. Ne faleminderojmë kisha me balla për kryetarin e komunës Klinës. Me statë vetin, që të jënë tafër, me qytetarë mundohen me një mund në çdo aspekt. Inshallah ju shpërblen Zoti, e kem gjatë edhe hoxhën, edhe juve, edhe këta donatorë, nuk e lojnë asnjëri në të ardhmen pa ja plotësuar nevojat. Që e kanë po, faleminderit shumë për juve, jenë kënaqur, ju faleminderojnë. Besoj se në të ardhmen edhe tafët e mia, familja jeme, kanë me kontribu, inshallah, jo vjep Zoti shnetën mas pari, kanë me kontribu për këto shoqata, për këto familje që mes me jetë kush, pa shtëpia, pa tarna, pa spitale, pa shumë sende që po i bën kjo shoqate, faleminderoj. Po kam me qenë më lehtë i tesa se janë do sende, ajo shtëpi o marru në atë kohë me material më dobët, me sende më dobëta, me kushte më dobëta. Kjo është shtëpi që normal që i plotëson standardet e kësaj kohe. Edhe e di që ka me qenë më lehtë se është më kallaj më mirë mbajtur, është më kallaj më jetur, është një gjë më e rehatshëm, është larg lagështisë, larg gjitha sende. Po çfarë më bë? Rrethanat nuk kanë qenë të mundshme me ardhur deri te një shtëpi. Jo që s'kemi desh, po s'kemi mujtë. I faleminderoj gjithë këta që kanë kontribuar, inshallah Zoti ja ruan familjet, i ruan ata, e rikem hoxhën gjatë, e kem këtë shoqatë dhe Për çdo javë dhurim të qelsave, për çdo javë rrëfim nga shumë familje të ftuar këtu në studio e të ja u kumtu lajmin se po bëhen me shtëpi të re.
Po jepim shtëpia të reja, po nisim shtëpia të reja, po mundohemi në çdo formë, në çdo mënyrë me qenë afër gjithë atyre të cilët kanë nevojë. Po ne kur gjos kemi mujt me bo, edhe s'do të kishim mujt me bo, pa qenë ju. Shumë faleminderit, Zoti, kur mos ju humbt historia radhës, vjen nga komuna e Gjilanit. Atje ka qenë ekipa e jetimëve të Ballkanit, ka vizitu një familje, kanë sjellë historien që do ta ndjekim tani. Unë jam Redvone, nga komuna Gjilane, shati u Blarja taj. Jetoj veç me motër qëto. Jemi me rast social, në hotel e morë me social. Por shtëpi s'kem pas mundësi me marru në shtëpi. Që ky vend është i vllavit. Jemi pesheni që shoh çfarë gjendje është, mi arrem në shtëpia këto pa ujë, pa kem problem me rrim shpesh këto. Beli edhe s'kem mundësi të herë edhe me pagu se vina i pusin këto, kemi ka bashkë shtëpia edhe më herët ka pas. Qështo, po jetojmë një rast social në hotel. Na jetojmë që 14-15 vjetë qëto. Unë e kom pas një operacion në zorë trash, pja më rride. Që tash mo pis jam bë operacion, mo kur rahat jam konë. Dajme me bark, me tension, me dhim të gjyksit. Qështo s'kom pas mundësi, më kanë thonë bili me shtini me bani kamerë të fillë në për zorë, po s'kom mujtë. Ka kushtu e shumë. Unë nuk u mujtë, me punu jo që asë nuk mujtë, ranë me punu heqë kur që asë mujtë. Qështu me da barna, me da sene, ka njerë të mjeki shkoj. Sot bili kom pas me shku, se kom pas dalin të pranë, që të rrugëllisht. Prej që ka dik, të më thonë për indi, kena jetu halo ma keq. Një na konë mrena të nejt, një na konë edhe njëherë për një farë shporetit, ta ka një farë gocë, një na konë këtu kollë. Edhe por që ta ka orë në qëtë gjendje, do të thotë. Edhe që të shpesh edhe kjo konë të kollë edhe one. Edhe që shto pa ujë këto është veran, kjo është shpimo, është merë, kukushi që të sjeton për pos asë një që aty na kanë thonë mos me nejtë normal, se merë smuja dhe shumë e vërtet, na kur si na konë rahat presi që jina që të shpit, do të thotë. Kiti na konë smut, kjo konë i smut, që ashtu jam konë nëne... Baba një vjetë. Baba një vjetë mo që ato e kena pas. Ato e pan persa. Edhe kena jetu me një social, që shtu në dhënë që shku mujtja ku më dalë. Më ka një mu mirëqenja sociale për si të paku për qështo, edhe me që ato pare që shto që kena mund kena jetu. Këta ne kom pa në spital në ndorë që atëre mujë në ndorë, u ka shumë keq për lukëtit se ka një farë lyrëtin në lukët. Edhe u këndesh me ja bo një gastroskopi, pa na nuk kena mund me ja bo qatë gastroskopin, se ka kushtu aja. One u më nësha mi ja gjithë paret për me shëru këtan, me që mi ja bo qatan. Mas mram të thash bëj kërkes të jo, se që shtu nuk jetohet. Une si thermë në është për mu është të ranë. E se leje ma kjo mashkull, kjo e ka jetën për para, kjo do të mu martu. Nuk jetohet kështu as dhëmë të vetën, as kur gja, as ujas. Kush i vjerë në këto, s'vje kërkosh. Normal, se dhone kam që tashi të rëmen, kam të mjeki, se jam pionazës. Pionaza korrizore këto. S'ko mund me bas fizioterapi, se prej shtresit, prej gjendjes ekonomike që është keq shumë. Njëm njerë më ta ujë një punë. One i kisha kërku me në animu se jemi një gjendje shumë të ranë edhe ekonomike edhe kështu. Kush ka mundësi ka nevoj për
për një shtëpi me pas një jetë pak më të mirë, edhe pse është i smundme një jetojnë që çdohat, mos të kenë probleme. Ky një të kenë kushtet e mira dhe një ta këshyrin jetën përpara, jo që shtama, se ka hekë ballë edhe kërë. Aty në kush ka mundësi më në animu për një shpi e konë mirë. Ba me zë Allah i rujt inshallah. Kush ka mundësi e konë mirë. Se ke të shtët nuk o kja jetë. Këtja veç muja kesë më shpi këta. Të nuk mund me jetu kur kush shto. Ridvani dhe Mirjeta ishin historia tyre nga fshati Uglar, komuna e Gjilanit. E vlla motër janë tëftuar sot në studio edhe neve ju themi mirë se veni. Hajde Ridvan. Mirë se keni ardhë. Si aleikum selam, a jeni mirë, si jeni mirë se keni ardhë, a jeni mirë. A më nërtë? Ka dale. Që shka lutë rrugës? Mirë, super. Elhamdulillah, mirë. Elhamdulillah. Ridvana, dëgjum pak storien e juj. Po dojmë pak me ditë më shumë, më hëllësesht, rreth jetës juj. Ma e patë inderum që shosh... Që sa ku jetoni njëherë që aty? Që aty jetojmë që një 14-15 vjetë. Aja nërmal nuk u kona e shpia jemi, u kona e vlavit është. Ma ka që vlavi. Sa vlazën jeni? Sa vlazën jeni? 2 vlazën jem. Unë jetoj veç me qëtë motrën aty. Jem me minera social. Kom pas probleme pak shëndetësore. Me punu s'ku mujtë qaqë shumë për me punu. Edhe kem pak gjene shumë shpi s'ku mujtë me marrë. Qfarë moshe ki? 42 vjetë që ta shtipaj. Nuk je i martu? Jo, për momentin. Që sa ku jetoni veç ju 2? Na që 2 vjetë jetojmë veç na 2. Cili ju kalon i pari prej prindërve? Mu më kalon nona që 32 vjetë. Ka vdek? Ka vdek, nona jam. Baba më ka dek 2022. Para 3 vite? Pa. Edhe aj 1 vjetë u koni smut pamperca, që ashtu që shkena mujtë e këna këshyrë, nga kanë ndimu njerëzit kush ka mujtë. Edhe veç shtës. Edhe qysh si ketë, me halë. Një jetë e vështirë? Shumë e shtirë. Aty e kem shumë shtirë që pa ujë, kem problem me rrimë, leqe madhe me shtazë, ka njerë për na hinë edhe në mrena, me gjertënoj me sene, me probleme. A manë me nonën? Nonën më kalon 10 vjetë, e moj pak me. Fotografisën kom gjetë kur. Nonës? Po, kom pas që me pas, së ne kom gjetë asë njëherë fotografijen. E të babës e kom atë nonës jo. Mira, ju të regoj ke baba në i gjo për historinë e nonës? Po, ka të regu për nonën shumë. Pa ja rje me 27 vjetë ka shku. Ka qenë smur? Në lindje ka shku. Në lindje? Po, në lindje. Vlaja është maj madha, po maj... Maj vogël, edhe atine e kanë marru qëtë kush ka mujtë, një shpije e kaj pak ma nëmë, që atë me një abar jetojmë. A është i martu maj? Po, i ka 2 fëmijaj. Mashallah. Faleminderit. Mirjet, qërë moshe? 26 vjetë. 26? 26 vjetë. Sa është e shtirë me jetu me një... Me që ato kushtet që i pamë? Për mu kanë shtirë prej, do më thonë, për vitit 2016. Pra, 26 vjetë, baba është martu prapë? Baba o martu, e ka pas, o martu, 2014 i ka dhe gruja, do me thonë. Edhe mos o martu baba. Ona ko martu. Se baba jam shumë herë o martu, i lërëm. Vla motër pej babe, pej none? Ja, veç për babe, ona kam veç për babe, këtanë. Unë jem rikje. Se më tha para 30 e dishka vjetë ka dek nona, ti 26 vjetë? O kone martu ma për. Okej. Unë jam një vajzë që jem rritje tem, më kalon nana në moshën 1 vjeqare, edhe ka që 19-20 vite që më nuk e kom taku,
Edhe për moshës 2006, do më Ti nanën e ki gjallë? Po, nanën e kam gjallë, jeton në Ferizaj. Aja është e smut, është e paralizume, është në krevet, është në gjendje trom. Edhe tane unë që shko mujtë, ja kum dalë, për mu si mirjet, kanë shumë shtirë, mi ja dalë si për prendë, se prindi rake, çdo një vjetë rake në për spitale. Tash edhe me këta në më ka ra rast, e kom pas në për spitali, ka pas një operacion. Për mu kanë shumë zarë se kom pas raste që i kom dalë, i kom kërku barë në çdo banatore, se qashtu kam po këllip. Edhe rastim ka ra dhe në gjami, se limon në banatore, për në gjami kom shku i kom kërku ndim për me ba një farë ingjizimit të luktit, gastroskopimi. Edhe së në ma ka një mu, në komunën e Gjilanit. Edhe jem rrit, unë e kom shyrë një vjetë, prindin, që ashtu i smutën kanë krevet, me pampersa, me sana. Njeri e sa është e shtirë me lypë, me shtridorën, në përbanatore, në gjamija? Për mu si motër, do më thonë, si femën, nuk kanë shumë ranë. Nuk e kom mujtë me përbalu që të sen, asë njerë. E di që kom i vetë. Kom i shumë vetë. Pëse ka din papa më koratë si në konë. Pse? Si në konë ratë se shumë herë ka ndodhë. Ka ndodhë rase që i në konë të kollë mi rrimës, shumë herë. Onë e më pjo nësa s'ko mujtë, mu që më kam të minja një ku. O konë ranë për mu, si për babën me këshyrë, si për këta. Shumë kina i, në ekstrem, o konë një jetë shumë e shtirë për mu. Se për të dytë e kom pas barë, gjithmonë. Kur s'mu kanë hekë, edhe pse e më rritë jetë e. Njerë ka si më kalona në modë, ditë e ma keqë, veç ditë e te poshtë. Kur njetë s'ko po ditë, kështu të mira, dhe që me thonë, ho, gëzova sot. O konë ranë për mu. Mi ashtë rridorën si se dhe tjerit. E ka pas raste që shkejshe me lypë edhe të refuzejshin? Shumica. Shumica e raste, kom lypë në komunë, ma kanë refuzu. Të me qenja sociale s'ko pas shka me lypë. Në për dyqana, kër ke lypë në për bërnat? Po, kom lypë. Kom lypë banatore, kom lypë shumë sene, po s'kanë mujtë më më kanë këthy. Më kanë këthy se kur s'ki gjështo është, tani të këthej njerëzit, nuk e di, nuk ta di se tonë tja kalzon, po ta keqë për dorë, ati nuk ta dena i tyje shambull, pse ti s'ki, asës dhe shka. Kur jo thësha, one, jem rritje tim, thësha, kam nevoj për një përkrajë se për një stremë, edhe kom e të vesh me një vëlla, hajtë se thëshin bim nesër të këshyrëm, ose pojmë një shka. Ama jo, kur heq. Onë e mirjet a i ka hupë shmresa që shmati. Se e di qa kom e një vetë. Aja shpi që i kem na, aja nuk jetohet, aja nuk o për më banu. Na kelli na smu që shto. O smu kjo jem smu one. Onë jem mërzuni më konë keq një periodë, po që tash pak ma e kom morë vetën. Asë kontrol, asë më shku për veti. Se tu nga mas këtina, një herë e boni një operacion, tash me logë, me sena. Një e ki shpesh, më do m'ja thirë në shpim. Vina ta shpesh. Ta një edhe një më logë, më mi fukër Allah këtë ju edhe pot edhe me. Një jetë për këthejmë edhe një jetë e rastin nanës. Kusht ka të regu që nana është smur, është në Ferizaj, është e paralizume, kur të nisë, sa vjetë një herë të kalonë? Një vjetë të kalonë. Një vjetë, mirë. Një vjetë i s'ke ditë kur gjë. Po kam dëshirë me ditë ku e ke marrë informatën e parë, kusht ka thonë që ki nanë, edhe ku është nanë? Më ka të regu një gru e këshëreve që e kem aty. Aja më ka thonë që ti nanën e ki gjallë, po aja është e paralizume.
Qyshe pranove këtë lajmë? Shumë rane kom pranu. Qarë moshë ke pas? Dikon jam, mas t'i kohë shumë gjatë, se a i kom pas një 9 vjetë, 10 me tonë, që i kom pas, kur e kom kuptu që e kam nanën gjallë. Para kësaj kohë, të kanë thonë që nana ka vdek, apo çfarë informatë? Kanë tregu heqin. Ja, nuk më kanë tregu. Te e bo, nuk i kanë tregu. Heci ka tregu baba heq kësa na. Te e bo. Ma bo, aja ka tregu, ta nuk i kom tregu në ka dalë. Tu i tregu ka dalë. Edhe s'ke shku me pa? Ka mojt me shku me pa. Se edhe aja prit diçka i ndërum. Edhe aja është në gjenja të raun, është invalid, prit pisana, kujten që mos për qënë diçka. Nuk mund me shku, kur s'ki, kur gjo me qua sa në të smutit. Ama është nanë. Po, nanë, është adhurata ma madhe, është me të pa një herë. Dhe mundësit pak, na mundësit si kemi heq. Ajo sigurisht është e martume në Ferizaj. Po, e martume. Ka dhe fëmi tjerë. Po. E martume, ka fëmi, e ka qikën, e ka djallin. Djallin, dhe më thonë, ajo është të nejtë një timore, se e nuk më mënët me këshyrë. Qika ju ka martu, e ka një djallë. Edhe aja jeton që shto herë të nëna jem, herë të të burrit vetë, që me bëllë që tash. Jeta dhe ata si kom pa dhe pse i kam la e motër e veç pinane, nuk i kom pa që sa vite, e le e më nënën tem. A ki qef me shku me pa? Shumë kisha pas qef me shku me pa, kom pas mati dëshire dhe shpesh me le mërzita për që s'ken, po shame bom, adhe jem dërzupit të në fëseneve, kom la në anë është vetën gjithmonë. Gjithmonë të nga ngaj për vlamin, ngaj për prindin, se e kom pas, jo mënu gjithë për këta. Me që mi ba mirë këta, mos me hek këta, kyni ta kënë mirë, mos të hekin, se për vetin ndashtë. Pse për vlamin? Pse veç kjo ta këtë mirë? Ashtë kujdes për ty? Është shumë kujdes për muke. Shumë, kur jem kanë ditat, ma të shtinat, këj mu ka gjindën. Gjithë mu më ka nejnë gati, më ka nejnë të afer. Sa që një që jam për ma herët, në fillim, do më në ko ma herët, vite ma herët, unë nuk jem kanë kja, unë ke qëtër njeri jem kanë. Që tash jam qëtër njeri, jem bom ma meqme, ma zhut, e kuptoj njerin, i kuptoj senat. Qka për do me thonë tjetër njeri e konë? Do me thonë këtë, që me thonë bese njeri thmi, ma haleqëm, nuk e këmë kuptua, përdin gjanat, kur më ka thonë mund dikush di shka. Tana me kuhën të rrit, tani të i kuptu senat. Po mirë, sot tash ti një kohën kënë shërbim tomin, tash ti pjerin afer, kush gatun të? One i bëj, tanat. Do më thonë kitë qa vynë një shka, për shpej bëj one. Kush se kam kërkanën. Edhe për me lip del kja ma shumë. One nuk moj për veti. Kja shumë herë del, edhe ka në herë del me lip. Hala, edhe sot e kësaj dite. Hala. Shki rrugdali qëtër, s'mon. Se na me një socialin ato jetu. Me në dhëtere socialin që njerë. Ka të unë e një mujnë? Shumë pak. Shumë pak. Veç atere kër e ka posë kjo operacionin i ka një mu, edhe më ja. Nuk një mujnë ata, se s'kanë, ju që nuk kanë, po që nuk dojnë më të një mu. Thjesht, se s'dojnë më të po mirë. Qashtu janë ata, qashtu të njerës. Për shka lypë më shumë mirë jetë? Une kisha pas shumë dëshirë, edhe kisha pas qef shumë me pas një strehim, me jetu pak do kushte pak ma mirë, se që aty që jena në aty jetu, se orë ranë shumë, edhe kisha pas qef me pa vlavin tem, mire ma mirë, se ka hek bëllë, që aty kena hek shumë. Por që ta, unë i kom po fel kejtë shqiptaris që na shohin, më në animu, më në strehu se rranë që aty është shumë keqë. Unë pëtam se as kafshë nuk jetë në kitë.
Unë na jena smuq aty. Na kitë smujet, kitë sene që na ka ndonë neve, na jena smuq aty të jetu. Ma ranë s'ka. Unë për veti se femën shumë ranë. Për mua ranë, se nashta për tjerë nuk është, për mua është ranë shumë. Si motër e këtina që janë. Ridvan, vinë festat ndryshme, shembull fest Bajrami. Qysh është një Bajram, një fest në shpinën e juaj? Mirë, po faleminderit apet ka gjendë që në animojnë. Ka njerë në animojnë me ndihma, në mbinë. Kur të kemë ndihma që të për Bajram diçka, në mbinë. Po Bajram nuk ka mos si përpara, në përveve tjerë, se di. Nuk dje kërkush, nuk i shkon kërkuj një. A ju vjen vizit në i kush? Jo, rrallë, shumë rrallë. Ketë pak, s'vje kërkush. Nuk ta që djerën kërkush. Faleminderit, në animojnë apet, do në animojnë qëto gjona ushqimore, për qëto sene, nuk hekmi. Apo një strehem, kem nevoj. Kem nevoj, shumë për një strehem. Edhe një jetofsha t'jetoj 2 ditë si që do të. Ta kam higjienën e mirë, t'jetoj mirë 2 ditë. Nëse kam mirë, 2 ditë du me jetu mirë. Të shumë i rjetën që po thot veç për vlla, veç këta ta shumë mirë, veç. Kom pas qef ta me pa mirë. Shumë kom pas qef, bile në mu nuk mjetë gjenjë nëse i bo tina shpia edhe nëse martona, veç ta shumë mirë, se ka hikë shumë. Një rjetë nëse dikush ka me dalë edhe me ju bo shpijen juve pas këti emisioni që e shojnë shumë shqiptarë. Qysh është me rjeta nesër me shpi të rej, ka me dalë me lyp prap? Nëse bohet shpia, do më thonë që ndreqet, une komo konë një person hala ma e furtë, si ma heret. Do me thonë ti kime ndryshu? Ka me ndryshu shumë. Kime lyp prap? Kime dalë me lyp lëmosh prap? Kjo është pyetja e. Jo. Jo, se vjen njëri pej skamjes i ban njëri gjithë shkapa. Skamja të bjen të erin që dërigja. Do më thonë bjen me dalë me lyp, bjen me lyp barnat, e shumë sene. Ama kur ta kesh një jetë, e tani kur në reqet shemëll strehimit, në reqet e ki pak një jetë pak ma ndryshe. E menon ma ndryshe, apo mësosh, a këshu që shka ma mirë. Po unë nuk po moj më po mësu veç se bet këtina. Se veç që është këtë keqë, që po bje shpesh po s'mohon. Po më bjen e tani na për spitale, për që ta, se jo. Se kështu nuk jam një njeri që s'ponaje se di shka, po. S'po du me mbyllë intervjisën me juve pa marrë edhe një përgjigje tjetër për juve. A ka me shku Mirjeta me pa nënën? Po. Kur? Si të kryet, do thotë që kjo ëndra jem që kom pas shef me pa. E nëse s'ka mu kry kjo ëndër që nëse nuk del kërkush me thonë po ja bëj shpi? Ona ashtu kom vendos me shku me pa. U bo, nuk u bo kërë shku me pa. Pa U problem bo, se. s'u bo, kime shku me pa. Po, ata kam me shku me pa, se ata kam nënë që jam ka bo. Do më thoni me më kalon pak se edhe aja ka pos një halë që më kalon muë, po kam me shku me pa. Kam vendos që kam me shku me pa. Qysh, kam me bo gjithë shka pa mundër, që kam me shku me pa, sa të gjallë. Se gjëna, më imet. Non. Po, non, normal. Normal. Am lidhi në herë mramja kur vjen me diskutu, a ka natë që nështë nesër ju duhet në isen, nuk e keni? Qyshi te i kaloni që të Shpesh ndollë e. Belit gjatë diskutojmë për këto tema. Shpesh në ndollë që qysh mi a bo nesër. Nëse s'kem diçka, një buka, një diçka nuk qëllon që shja bojmë nesër. A dhe këshyrmi me bo zgjidhje. Edhe që ashtu më me apet, ka nere,
bojmë kanerë, bojmë kanerë dalmi, lypmi kanerë që shto. A ke dalë në herë Ridvan ti me lyp? Po, që shja, ka ndollë edhe mu me dalë me lyp. Çfarë moshe ke pas? Mu më ka ndollë edhe me 17, 18, 20 vjetë me dalë me lyp. Ashtë e ronë me shtretë? E ronë, shumë e ronë, shumë. Me të mja zga dorën dikojna shumë është e ronë. Me thonë dikojna bëma për një bukë se s'ka me hongë e sante. Aja edhe nuk ta dhe në gjeni baki, aja i kati, s'ki. Në në qmënd ka nere. E qështu. Gjenja shumë është e ronë. Ju po bojnë me shpitre. Faleminderit shumë, faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Zoti ty të rujt mas pare, për juve, Zoti i rujt, bamirëve, Zoti i rujt. Shumë faleminderit për juve. Shumë faleminderit. Andra po bëhet realitet mirë. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë edhe Zoti ju rujt. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Zoti ju rujt gjithve edhe stafit i falenderoj shumë që janë konë të anë në Uhlar. Edhe inshallah Zoti të runë ty e familjen. Edhe respektin më të madhe, një i mirë se ardhën kur dush të me arë në Uhlar. Të anë një i mirë se ardhën kur të kishë qefë të kur. Shumë faleminderit. Edhe kur të bëhet shtëpia, edhe hala pa bëhet shtëpia me ardhë. A keni prit që keni me marrë këtë lajmë sëllë? Jo, bashkë Bojnë sinqert Ridvan, ju e shef një emisionin tonë, sigurisht. Po, Po, e për cilën. Ma bashkë, nuk e komenu bashkë me një që ndollë kja. Shumë shpejs nuk e komenu që ndollë të na. Ama faleminderit për juve shumë. Shpi e rej, jetë e rej. Faleminderit, sebeb jo jeni bona shpijen e bojmë, mos më konë jo. Përveç shpijës, këta kanë probleme ujë të pishëm, do jo qelim edhe një bunor. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Zotit rujt ty edhe familjen tonë të rujt. Se me të vërtet është emocion. Edhe ata që kanë thonë, faleminderit shumë, edhe ata Zotit rujt, edhe familjen e tyne. Unë e mora një premtim prej te mirjet. Po, S'ki me dalë me lyp më. jo. Televizion në shohin kej shqiptaria. Po, edhe një premtim tjetër më dhe që kime shku me vizitu nënën që kjo është ma e rëndësishme Po, se se kej tjerat. Po, Kësha pas dëshirë më në dërgu një fotografi kur qkojsh me taku nënën. pa problem se po. Gjithqysh. Edhe na këna me dhonë në ekranin tonë fotografinë e takimit parë me jetës parë. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Gjithqysh, pse jo. Ka me shku, ka me vizitu, edhe ka me bo një fotografi, edhe ka me javë dërgu, edhe keni me po vetë. Unë po të lësh shpirtërisht. Mase pritim minutin, shka shehe nënën. Nështë ta një lutja asaj, po thua paralizume. Është e paralizë. Ndoshta ta në shtratu e lutë Zotin edhe ju ka prunë Zotit që tu përpara neve për me marë lajmin për më ju regullu jeta. Nënë nuk të bëhat kërkush. Shumë e vërtet, shumë e sakt është. Inderum, aja nuk e din çfarë gjenje ka kja, mas pare. Asa në kur se kina kalzu çfarë gjenje, o që tash qëtë moment. Edhe aja menon që kja ka. Që tash edhe kjo së më bën bollë, këtë tash aja shumë e varfër. Prit pi durve të sajna mos piqon qika diçka, për shembull. Edhe kjo së në shkon. A pe bojmë kështu pra. Ka më ardhë stafi jem me juve për me shku kur që kanë mirë jetat e nënë. Me apo gjendjen edhe asaj, që shë ka. Shumë faleminderit për ti. E mu bo se bep ti, që nëse ata ka nevoj për diçka, na minejt gati, si shë që. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Respekt. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, respekta. Apo alam që shtu Ridvan? Po, inderum. Pra, ju keni më në lajmru, filan dite më sprit, minutin më se prit. Kur dëni me shku, unë e dërgoj një ekip timin, edhe vjen e shë edhe situatën e saj, e mbi gjitha i merë që ato emocione, takimin tonë me nonën, edhe nësjel edhe neve këtu, e nëse ata kanë nevoj për diçka,
na do të mundohemi me ju bo zgjidhje edhe atyne. Shumë Shumë faleminderit. faleminderit. Zotë Trut, faleminderit shumë. Respekt. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit për juve. Unë kam respektin më të madh ndaj teje si hoç që je. Të përcjellë shpesh në emisionin tënë, përcjellë shpesh Kanal 10, po shumë me të vërtet je një njeri, një humanist shumë i mirë. Shqiptar. Ata që po e dajnë kafshatën e gojes, e na po mësojmë për i këtyne rrëfimeve t'juja, jemi mirë njësë gjithë shqiptarëve që na kanë dhënë mundësin, për me bartë këtë lajmë që sa po ja u dhamë për shtëpi të re shumë familjeve, por nga historiet që po i dëgjojmë për i rrëfimeve t'juja, edhe na vetë jena përmirësu, edhe na vetë jemi bo ma njerëz, kur vje puna bab e non, mos haro që ato ka bo Zoti se bep me egzistu ti, mirë jetë. Normal. E të lutem, shko edhe shiju e aromën e nanës. Pa problem se. Ata unë për të prem të i vetë. Ridvan, përhaj. Faleminderit shumë. Unë me gëzofshi edhe shpin, edhe bunorin, përhaj u kohë. Faleminderit. Uli, emocion mas emocioni, të publiku, të banor, të stafim për shallet në sy, e neve për na qana dhe zemra. Po me gjithat, krenar që na keni bo shkaktarë, me ndalë shumë bujtje, si këto të Ridvanit, edhe mirë jetës, nuk jenë njësoj, nuk po muj mu bo imun. Me gjithat, ajo që ka na po muj me bo, është ajo që ju na keni dhe mundësin, me ndalë këto vujtje, me këthy busqeshje, edhe me fillu një jetë e re. Zoti ju shpërbleft, shkoj me sigël këthejmi pas pak. Histori pas historie e na me zi po paresim, me i pa ato emocionet të takimit të mirëjetës me nanën e saj, Zoti kur mos ju mund t'juve. Ky është emisioni i kësaj nate, po shkojmë me gjiro llogarit e shoqatës. Shoqata jo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bashkëdhetar tanë që jetojnë atje, këto jenë të dhënat për ta, kush ka dëshirë me ndihmu, shumë familje përmes shoqatës. Nga Amerika në Zvicër, gjirologaria shoqatës sonë në Zvicër, e nga Zvicra në Gjermani, kjo është gjirologaria shoqatës në Gjermani, prej Gjermanisë në Macedoninë e Veriut, gjithë shqiptarët që jetojnë në Macedoninë e Veriut, kjo është shoqata jonë atje me donat, adresën edhe gjirologarinë e kësaj dege. Prokredit Bankë në Kosovë, edhe Banka Ekonomike në Kosovë, po ashtu edhe Banka Kombëtare Tregtare në Kosovë. Është adresa e GoFundMe, si dhe adresa e PayPal, si dhe dy numrat kontakt, dy numrat veç me SMS, jenë edhe vetëm nga Vala, 55 333 55 444, ku ju mundi me dërgu një SMS dhe ndihmoni shoqatën Jetimat e Ballkanit me 1 euro. Ky është emisioni kësaj nate, du me mbyll me një falëndërim. Unë e dje i kam mbush 50 vjetë rrumbullak. Shumë urime, shumë mesazhe, shumë telefonata. Ju jam mirë njohës, vjeta është qështu. Po shkojmë të plak, unë 50, u ejsim 20. Faleminderit për urimet, faleminderit për telefonatat, mesazhet, vizitat. Unë jam Vazhli, mirë njohës, tanë jetën. Zoti kur mos ju humbë, Zoti ju shpërblet, shihemi pranë të